Se nuk po dhezë. Qeverisjen e zotit Kurti që ka unë bestiktarie, ja kemi dhorë setin. E ka testu me më shkurt. Që dhezë në qelë që dhe s'potin me i ka. E ka pas shumë filozofike ka patur bestiktarie. Të duhet mbetet banalet. Vishtë edhe dhe mendimin se kujt i shkojnë votat. Unë pajtova në fakt në dy taburet. Por gabim e ki. Që të gëjtë pse? Po në rregull. Po provojmë me thonë edhe nëse si durim. Kur qytetarët janë të pakënaqur me një subjekt politik, lypin e alternativë. Çfarë kanë ofruar subjekte tjera gjatë kësaj kohe? Një subjekt me ditën e shpalljes të rezultateve ka thënë unë nuk marr pjesë në askënd qeveri, pra është tërheq komplet prej asaj që quhet lojë politike dhe ato është me të nështru me po shnuti. Jo, pres po tham ashtu. Okej. Po ajo është e paft për me dhon kontribut. Sepse ti duhet me mbaj dika o burr, nuk mundesh me blloku një shtet. Mund mos me mon. Demokracia ja mundson. Jo, demokracia ja mundson me na neutral, falni. Po prit, subjekti tjetër politik e ka pas si tam komplet mekanizëm reagus mos të lejojmë zotin Kurti me bo qeveri. Në asnjë rrethon. Abelard Tahiri ka thonë ka përfundoj të lutem. Çfarë veprimi ka bërë? Çfarë veprimi ka bërë me penguar bin Kurti? Ka bërë veprimi që ka fitu zgjedhjet. Bravo. Ky është vetënizim i subjekteve politike të konsoliduara. Po ta përfundoj të lutem. Tash ku kemi orë? Ky zotriu e provoi me krejt mundësi. E pa vërtet. Me rujt dy subjekte nuk i ka provu. Pse po thuaj po ai? Ka provu. PDK se ka provu. PDK la salon, si ka provu. Si ka ftu asnjënën. Asnjënën si ka provu. Ta Alonso mos tish pak. Shikoj, pse ti ma shtoi Nikola mund të. O skandos ata pe fillimit ka thonë nuk dojmë me ty. Se ku pe. Ka thonë sa më lushtohu pe fillimit, po ka. Se se ka provu drenori. Pse s'ja u ka qiu letrën sikur LDK-s. Sepse s'ka vendimmarrje e ka thonë ti e ka bosh edhe drejtuesi PDK-s me dita ka s'ka vendimmarrje mrena. Edhe çish ishin përgjigj ata. Jo bre, nuk jam më negativ. Edhe me pas pak tek Shunjan shmiti do. Kush jam Shunjan? Me pas kartën e PDK-s në gjepit. Ani unë 6 milion kom. Drenore Sa e ke pa drejt. Tepër thet gam. Sa e ke pa drejt. Ky din shumë mirë që të PDK ka problem vendimmarrje. Edhe shumë mirë. Po çka ka rëndësi kjo për zotin Kurti mos me çuftë. Po çfarë të kallzoj? A merr ti në ekip? A merr ti në ekip me boni ekip me dikan kur çdo moment ta prish lojën. Ku pendenti? Ti je tu paragjikuar. Po na shikon vendon ke ku prish lojën. Ti se do ta prish lojën. Zoti Lushtokë ka thonë his në asnjë mënyrë. Me marr vendim zoti Krasniqi në nivel nacional me bot qeverin, ja prish për sa ora sepse 19 deputeti ka Sami Lushtokun në kuvend. Nuk i ka. Janë mjaftueshëm ata që kanë me maj 51%. A dole tash. 51. Jo, Që di, unë nuk e di që e kiti qafrit, unë nuk e di që e kiti qafrit, e me on i kodë që nuk mund se nuk e gjon partnerin. Ata unë mund të gjithë në votë. Nëse nuk e gjon partnerin, nuk mund me qujtë deputet të zgjedhën me votë direktet popullore deputet Sami Lushtokut, e papranueshme. Ata i ka zgjedhë qytetari po shumë. Duke fol njeriu se janë ndërpretëm zotërisë. Edhe nëse zoti Lushtokut i merr ka ata deputet që i pas kanë 11, po ata tjerë PDK-s. Kujt i subordinohen aty për me kallëzu se çfarë vendimi marrin. A e kishin votuar ata tjerë të PDK-s që kanë tek zotit Krasniqi ose kujt të tjetër. Edhe që janë të mjaftueshëm për zotin Kurti, zotin Drenori. Po na veç ti çush ka me mat qytetari subjektin politik. Po le ta marrë çdo legjitime zgjedhje merr vesh ti ato. Është drejtë legjitime. Po normal. E drejtë. Po ti është një element tjetër i rëndësishëm. Një element tjetër i rëndësishëm është se janë dy pasgjedhje që po flasim. Po. Sepse është ballotazhi që vjen Rama më një herë. Si reflekton kjo te ballotazhi? Kjo situatë e krijuar. Po mbini argument që e përmendi Halili, veç shkurt se nuk dashta me ndërhyj, po më duhet me thënë sepse unë besoj që ideja se kush përfiton nga zgjedhjet është thik me dy teja kjo, sepse nëse fajësia i pes duar 48 deputetëve të vetëvendosur se çka arrit në me bo, domethënë qeverin, njëjtë ka lënë edhe të 52 elektorati, 52 deputetëve, që është PDK, LDK dhe AK. Për atë që mos me bo qeveri me vetëvendosje, këta kanë prit mos me bo qeveri, dhe janë zhgënjym se s'kanë arrit me bo bashkë këta një qeveri. Me pyet komplet elektoratin. Kjo është argumenti.
Ka dalë në bre, po. Po mirë, vazhdo se s'po çel ditë. Zovo Fidan s'po pajtuan me ty këta. Sot s'po e duroni asnjë unë as tjetër. Jo, ke rregull. Shumë, diçka ka ndodhur se ne prem. Ai ty po do me shpjeguar. Është Halloween, e prap të azil. Jemi bo pak të drona dhe na po çfarë Për Halloween. Do më thonë kesh të thonë sepse është tik. Shtigoni Gjelhanit është një domë me beqim musliut mu kujtu. Rreziku është çtu, sepse nuk mundesh me thonë asnjëherë kush 100%. Pra argumenti tjetër, ky bllokimi te këto ato mbetet me upo, mbetet me upo në dhjetor, por unë nuk e kam pas zgjedhje lokale, mëse kur jemi tek zgjedhje lokale, që mos të përsëritna sepse vetë shtrirja në 12 komuna, për mua flet domethënë diçka tjetër. A ka efekt cilësh të pyetja kushtrim? Sa mund të ketë efekt tek ballotazhi? Kjo situatë krijuar. Nuk e di tash duhet me po realisht me 9 nëntor, por në raundin e parë kjo nuk është vërejtur, unë më të thonë që disa herë. Sakt. Sepse ka kaluar në 12 komuna dhe ndoshta tash ndëshkimi i këtyre veprimeve çdo ditë kur ti shihet me 9 nëntor. Nëse se fiton asnjë. Nëse se fiton asnjë, atëherë është ajo që po e thot Halili në vazhdimsi. Pra që nuk efekti është po edhe vret, por për me dhënë një analizë më të saktë, unë kam thënë që nuk pres kjo me reflektu, sepse natyrisht që nuk i fiton 12 komuna kred në vetëvendosje. Por një pjesë të konsiderueshme tyre kanë me marrë si Jo, nëse i fiton gjysën, Fidanu në po ta jap fjalën e nejës që populli i Kosovës po përgatitet me shku me Albin Kurti gjysën për 12 apo gjysën që i hunë balotazh? Gjok nëse i fiton. Që është balotazh. Po. Populli i Kosovës po përgatitet me shku në rrugat në udhtim gjatë me Albin Kurti. S'kisha thonë që motën që ashtu Alin se qyri koalicionet lokale që janë bo. Ato lujnë rol. Ti ki koalicione AK, VVV, cilat nuk reflektojnë